Blero ka qenë gjithmonë në vëmendje të mediave roz dhe kjo jo rastësisht. Ndryshe nga këngëtarët e tjerë, ai ka preferuar të jetë i hapur dhe të tregojë atë që nuk shihet në kamera dhe dhimbjen që shpesh është i detyruar ta mbajë të fshehur. Këngëtari, teksa është përlotur sepse ka ndjerë veten të shfrytzuar e më pas të hedhur tutje, ka treguar momentin që i ndryshoi jetën. Kjo ishte lidhja e tij me Afronën, ku ai tregoi skemën e mashtrimit që ajo ngriti ndaj tij. Blero tha: "Ajo më kërkoi mua shumë para, sepse donte të hapte një biznes në Zvicër. Unë e ndihmova dhe ja dhash të gjitha ato që më kërkoi, e më pas ajo thjesht u zhduk dhe nuk më hapi më telefonin. Kjo më shkatërroi. Aty kuptova se Afrona ishte një gjuetare parash. Më pas, ajo u hodh në krahët e një biznesmeni në Zvicër. Me zërin që i dridhej, ai pranoi goditjen e rëndë. Më kanë tradhtuar njerëzit që i besova jetën. E kisha shumë të vështirë më pas të besoja një femër, sepse ajo që më ndodhi ishte e tmeshme. Kjo periudhë zgjati deri në momentin që takova Eronitën. Ajo më dha sigurinë dhe qetësinë që më ka munguar, por martesa e Bleros zbuloi një tjetër të vërtetë. Kur ati erdhi në jetë djali, bashkëshortja e tij e parë, Teuta, e uroi publikisht, po Afrona, ajo nuk ekziston më për të. Duket se ato i kanë bërë blok njëri tjetrit përjetësisht dhe ky tashmë është një kapitull i mbyllur.